ligji mund nga të bankën dhe në këtë rast guvernatorin në duke thënë ju, dhe guvernatori tani kërkon të jeti paprekshëm. Po ta vini re, me një ligj të ri të publikuar për konsultim publik, për Bankën e Shqipërisë sjell si risi dhënien e imunitetit për guvernatorin dhe zëvendësin dhe 2 zëvendësit e tij. Thuhet se janë marrë si modele për të afruar ligjet me standardet e BE-s, por duket se po i largohemi transparencës dhe llogaridhënies. Si mendoni ju? Madje guvernatori bëhet i paprekshëm. Përse na duhet një guvernator banke i paprekshëm? Se këtu po t'i bësh të gjithë këta të paprekshëm, guvernatorin, drejtorin filan, kryetarin e tjetër. Ne kemi patur edhe raste të arrestimeve të 2 guvernatorëve, ylli nuk ka falimentuar ndonjë bankë se u arrestua guvernatori që thonë është problem për stabilitetin financiar. Gjithë guvernatorët në Shqipëri janë arrestuar, përveç Sanit që shpëtoi me se iku në... Pra, a ka pika... Mos di guvernator që se është... Pse bet kjo... Ndonjë bankë nuk na falimentoi. Profesor, si e kupton këtë? Që të preket stabiliteti financiar. Mendoj që janë një mori... Pse duhet të mbrojt guvernatori? Tani duhet të mbrojt, gjykata kushtetuese të mbrojt guvernatorin. Miru imunitetin që kemi të parlamentarëve shqiptarë dhe e ka gjithë bota. Po pse duhet mbrojtur dhe zyrtarët tani? Sparit kuptojmë që Bashkimi Evropian nuk i jep mbrojtje guvernatorit. Bashkimi Evropian ka një këshill të guvernatorëve të vendeve anëtare dhe në qoftë se për shkelje të tjera, korrupsion apo shkelje të tjera, në një nga këto kërkohet arrestohet nga prokurori njofton Bashkimin Evropian dhe Bashkimi Evropian vendos në varësi me interesat e tij, siç ndodhi me atë prokurorën e Rumanisë që nuk e lejon, domethënë me prek. Domethënë është një mbrojtje për shkak të funksionit dhe i mbron për shkak të vendimarrjes, siç mbrohet deputeti që nuk mban përgjegjësi për ato çfarë thotë në foltorën e kuvendit, pra për ligjet që ngre dorën. Nuk në shkohet për këtë. Këtu ka një pleksje që lidhet me nevojën që ka elita politike drejtuese e vendit për të mbrojt nga spaku dhe kjo historia me përfshirjen e guvernatorit në rrethin e njerëzve që duhet gëzojnë mbrojtje, doli pikërisht në kohën që kërkua arrestimi i zonjës Balluku. Dhe atjo përfshi dhe guvernatori. Dhe në këtë rast nuk ka një lloj askurfar asociimi me Bashkimin Evropian. Harrojeni se është në një standard i BE-s për krime që nuk kanë bëjnë me funksionin. Të funksioni mbrohet edhe e ka dhe sot mbrojtjen guvernatorit. Askush nuk i kërkon llogari guvernatorit për vendimmarrjen që bën Këshilli Mbikëqyrës. Pra mbrojtjen e ka. E ka mbrojtjen. E mbron ligji. Po të veprojë sipas ligjit, nuk ka arsye për ta penalizuar. Pra profesori, duke thënë që ka pika të tjera ku duhet ishte ndryshuar ligji për të rritur pavarësinë e institucionit në rrugë më demokratike dhe jo përmes kërkimit imunitetit pa logjikshëm, siç është imuniteti trajtimit dhe kontrollet. Për më tepër që ky lloj imuniteti e barazon me kryetarin e gjykatës kushtetuese e tjerë, njëkohë që këtë se gëzojnë as deputetët. Domethënë i jep një super mbrojtje, e cila nuk gjen dot shpjegim as në modelet e BE-s, as të vendeve përreth. Edhe në njëjtën kohë ngre pikpyetje të mëdha lidhur me nevojën e përfshirjes së tij as më tepër dhe të zëvendësve, që janë datuar të Këshillit Mbikëqyrës. Kjo është një element. Tjetra pastaj në kushtet që ka... Pra me këto që po bëjnë ata kërkojnë mbrojtje sepse kanë frikë se ligji do shkojë tek ta. Në një farë mënyre i dalin përpara skeqes, ky është mendimi që kam unë, dhe lidhet me ndoshta edhe me hetimet në proces, sepse praktikisht hetimet janë 2-3 dosje të mikrokredive dhe ca dosje tjera dhe që mund të kenë dyshime, domethënë, për përfshirje të tyre. Po kjo prapë nuk garanton mbrojtjen që ata pretendojnë. Domethënë, unë e shoh një hap të nxituar për më tepër që ky draft ligj vjen nga vetë banka, sepse banka është në institucionet që ka nisim ligjvënëse, pra ka të drejtë propozojë ligje. Dhe unë kuptoj që dy hapa janë që nuk mund të kalojnë pa u përmendur. Është një mbrojtja e guvernatorit dhe e dyta ka qenë jashtë jurisdiksionit të auditimi të kontrollit të lartë shtetit dhe praktikisht një shoqëri me kapital 100% shtetëror, Banka e Shqipërisë është me kapital 100% shtetëror, të dalë jashtë auditit të organit kushtetues të ngritur për këtë qëllim, ngre pikpyetje për mënyrën se si veprohet, pa po krijojmë ishuj që janë jashtë auditit, pra mungon transparenca, dhe njëkohësisht jashtë kontrollit të mundshëm të spakut që ka detyrë të bëjnë të mbrojnë me ligj si thua për paligjshmërinë. E do mori? Tani pretendimi apo justifikimi i Bankës Shqipërisë edhe i qeverisë është që kjo është i kërkesë e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk e ka thotë profesor. E cila kur t'jemi antar guvernatori jonë do gëzojnë njëtën mbrojtje si çdo guvernatori vendeve tjera. Po. Kaq. Dhe kanë, sipas tyre, është transformuar ligji i Luksemburgut. Është marrë mod ligji i Luksemburgut.
Luksemburgu tjetër gjë, komplet. Jo, Në Luksemburgu kështu tani, le gjithë eurot e botës për për korrupsion, për palishmëri nuk të mbron kërkush në si vend botës. Dakord, për korrupsion nuk mbrohet, po edhe Për funksionin e kanë dhe sot. Ne po flisim deri tani për funksionin e guvernatorit. Pra po themi që me që banka ka ndërhyrë në treg dhe ka blerë euro, nëse është e do vej ligji, po ajo është vendimarrja, ai është funksion. Pra deri tani në funksion, se nëse do gjej njëri guvernatorin që ka marrë thesi me lek rryshfet, apo ka mushë thesi me lek aty. Guvernator tjetër këtu, ka marrë thasët me lek, i ka quar në shtëpi, ka nxjerrë jashtë qarkullimit, dhe ka quar në shtëpi dhe ka shkuar në burg. Lodi, mjafton t'i shohin, e ka Rolexin që e mban në çdo konferencë të deklarata e pasurisë apo jo dhe e verifikojnë shumë. Kështu që këto janë shumë të thjeshta, po a ka vullnet? Tani problemi aty është okej guvernatori. Po zvenc guvernatorët janë, se guvernatori është nomenklaturë e kuvendit dhe kuvendi po do ja jep. Jo, kuvendi atë mund të armatosë edhe kështu, me armë, zjarri. Po zvenc guvernatorët janë që votojnë nga këshilli miqësor, dhe praktikisht ata kur të votojnë aty, do votojnë kujt do t'i japin imunitet njëri tjetrit. Gjithsesi ajo prap nëse do shkojnë kushtetuese, prap kushtetuesja do shprehet. Pra unë nuk e shoh që kjo është i bunker i papërthyeshëm. Si panevojshëm. Si papërthyeshëm, si bunker, por dhe i panevojshëm do të profesor. Ola, pse mendon ti tani? Cilat janë arsyet që guvernatori trembet nga hetimet, asi është kjo punë? Apo kontrollet? Po ka një kallëzim nga Ka bërë gjë ky guvernator që kemi? Se guvernatorët e tjerë kanë referuar me emrin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, është referuar nga Prokuroria e Tiranës në Prokurorinë e posaçme lidhur me skemën e mikrokredive që ne kemi trajtuar disa herë dhe lidhet me objektin e shpërdorimit të detyrës, por për të parë edhe nëse ka elemente të tjerë, jo vetëm të grupit të strukturuar kriminal, si ishte një skemë shumë e madhe, por edhe të veprës së korrupsionit, për të stimuluar dhe për të lejuar funksionimin e kësaj skeme. Po ashtu, sektori bankar është një nga sektorët më të rëndësishëm. Po të shohim, të gjitha tenderat në Bankën e Shqipërisë bëhen akoma dhe sot me zarfa dhe mua më erdhi shumë për të qeshur, se thonë po afrohemi me standardet e BE-s, po standardet e BE-s i kanë që prap Banka e Shqipërisë është jashtë rregullave të prokurimit publik, pra nuk është në sistem si APP-ja, siç janë që gjithë që paktën atje ka një farë mbrojtje, jo se këtu nuk paracaktohen se ka dhe këtu raste, pa aty janë me zarf, duhet të shkosh të paguash 5.000 lekë të vjetra, të marrësh dokumenta dhe të çosh me zarf, dhe mund t'i gris, mund t'i bëj, pra është njësoj si këtu edhe në vitin 2000, edhe në vitet 90. Banka e Shqipërisë është sektori më primitiv në fushën e transparencës për prokurimet publike. Dhe gjitha këto thot janë sekrete bankare, më falë sa karike, sa silolapsa vle Banka e Shqipërisë. Ku është sekreti bankar këtu? Është ndryshe kur ti e meton monedhën dhe e meton paran. Po të shohim, Banka e Shqipërisë ka bërë, i ke raportit auditit të kontrollit të lartë shtetit, ka marrë me qëra godina, te ndërtesa e kompleksit Halili. Zoti Halili i kishte llogari të bllokuara nga tatimet dhe nga bankat e nivelit të dytë se kishte kredit të këqija dhe Banka e Shqipërisë ja derte pagesën te llogaria e gruas. Si mund kur ti duhet ja hedhësh te nipti? Pra, ka shkelje pafund. Prandaj nuk e do as kontrollin e auditin e kontrollit të lartë të shtetit. Po kërkon bankeri, tani bankeri ynë, guvernatori po kërkon me insistim tani. Unë kam bërë investigimin, por ndërtesën e Hotel Dajtit, që një kompani e falimentuar në Itali, këtu nuk kishte të njëjtin pronar, kishte hapur emër të njëjtë, me pronar komplet tjetër, dikush i regjistruar këtu në Fark, kur i shkova unë, jetonte në një kotet Spulash, ai që prestanome komplet, bëri tenderin 18 milion euro për rekonstruksionin e godinës. Ka nga këto sa të duash që mund të jetojë. Pra që të përfundojmë sigurisht. Banka e Shqipërisë, guvernatori dhe dy zvëndës guvernatorët, sa ata kanë përgjegjësi penale, sa ata janë administratorët e bankës. Këshilli është vendimarrje, vendimarrja në këshillit nuk është një përpjekje për t'ju fshehur hetimin nëse ai ekziston. Nëse është, por tani këta duhet të shkojnë të jetohen si njerëz të tjerë dhe ose të ikin nga aty, Pse nuk hetohen kur letrat janë, dokumentat janë, gazetarët e kanë bërë punën?
Temë që do ta kemi në ditët Dhe një gjë tjetër, ditën e vijim. kërkonin se kur erdhi guvernatori dhe raportoi atëherë te Komisioni i Ekonomisë, kemi qenë gazetar terreni edhe ndiqnim seancat dhe tha do ris transparencën, do propozonin ndryshime në ligjin për Bankën e Shqipërisë, që Këshilli Mbikëqyrës të ishte më vete guvernatori nga kryetari, kështu rritet pavarësia e institucioni. Nuk rritet pavarësia, mos me toti mua. Edhe tjetra është që do ndaloj dhe komisionerin të urdhëroj publikimin e ndonjë informacioni që ne ndonjëherë na ndihmon që ta marrim, se Banka e Shqipërisë të kthen kur përgjigje. Edhe pse për shumë nuk të kthen përgjigje, jemi në gjykatë, unë jam në shkallë të apelit me Bankën e Shqipërisë për një raport Ka që të rëndësishëm se janë ata Dhe tjetra që është deligjore, kur kontrolli i lartë i shtetit ka ligj të vetin, komisioneri pra ligji për drejtën e informimit është ligj më vete, si bë ke ligj mbi ligj ti që t'ja kufizosh kompetenca? Në emisionin të ardhshme do ta kemi në fokus këtë problem që duket mjaft interesant, sepse këtu mund të vi një ditë që të gjithë kërkojnë imunitet dhe shkon në gjithë shka për lesh, domethënë, bëhen imunitar dhe vetëm populli i shkretë mund të përgjigjet të shkojë dhe të përgjigjet para ligjit.